Përkthyem pas hapësirës publicitare të dashur miqtë e mi, pasi keni ndjekur edhe pjesën e parë të viralit për sot, ndërkohë jemi tek pjesa e dytë ku si gjithmonë pranë meje në buzët që kam këtu anash, do t'ulet një i ftuar. Por kush është i ftuari? E ndjek. Kaçurrela Tallasabiani ishin të parët që ranë në sy. Pastaj gjatësia e saj, pastaj shkatësia e artikulimi, e mëtej zgjuarësia. E kur u mblodhën të gjitha këto, u krijua imazhi i Fatma H, sipas Fatmës, apo Fatma Haxhialiu. Gazetarja e moderatorja e guximshme që tashmë është afirmuar si një shtyllë e fortë e gazetarisë roz të momentit në vendin tonë. Hey, Duda, a dush me bo një neshje? Kisha pas kështu, boxa me bo, e të kallëzuën e ty, çka është me bo neshje? Pres shtum. Guximet e saj të para u vunë re që nga rubrikat e saj në gazetën Paloma, e më pas në emisionin Cocktail, ku ishte e para që futi Belinët Meshkuj, vijuar më tej me Silicon në Energy Radio dhe në Thumb në YouTube. Pjesë e një dysheje të suksesshme, Fatma Haxhialiu ka arritur në pak kohë të bëhet një personazh shumë i përfolur mediatik dhe një gazetare që personazhet të njohura e kanë frikë. Fatma Haxhialiu është në studio të dashur miqtë e mi, mik priteni. Faleminderit njërë, ta them edhe kështu publikisht, meqense ta thash pas kamerave, që ke përmendur që jam e gjatë, se gjithë njerëzit që më shikojnë thonë, "Po ti që je gjatë nuk dukesh në ekran." Se kuptoj se ku duhet të dukem, se zakonisht je ulur në ekran. Po nuk e di as unë, këtë gjë megjithatë është një element përbërës si karakterit tënd. Tashmë je gjatë, është 2 metra, s'ke ç'i bën pastaj kur vesh edhe tako, është një taka, se u shpreh gabim, jo tako. Taka është pastaj. Taka veshin të gjithë, po tako nuk para. Prandaj po them. Faleminderit që je sot këtu një herë. Faleminderit ty për ftesën. Ti e di që gjithmonë unë kam kënaqësi të vi sa herë që më tërhet, kudo që t'jesh. Edhe pse më ka ngelur hatri që te këto emisionet që janë të mira me të ngrënë kështu, nuk para të rret njerëz ti. Do filloj. Kam përshtypjen sezonin tjetër do marr ca njerëz me vete që do ha bashkarisht etj. Okej, mund të jem asistente? Po sigurisht. Je do të jesh ftuar, do të shkojmë në një vend të këndshëm do ha me të bëjmë emision. Sot kam ftuar për të folur për ty. Sot kam ftuar për të njohur të gjithë teleshikuesit tan Fatën e vërtet, sigurisht për te dhe brenda ekranit, sigurisht në jetën e saj të përditshme, ku jo të gjithë e njohin. Megjithatë unë po të pyes pak sa sepse famën më të madhe, tani mohabetin tamam. Famën më të madhe e keni marrë tek Thumbi. Shumë e vërtetë. Ka ca kohë që nuk e keni bërë. Tani do e ktheni prapë? Patjetër. Ato kohë që nuk e kemi bërë më ishte se ishim i çik me barr. Pak fare. Siç e dini, dhe patjetër që kishim nevojë të shkëputeshim sepse duhet lindim. Elbete. Skeçi bë taksirat. Dhe gjatë kësaj kohe në fakt ne nuk është se kemi munguar sepse ishim në Top Show magazin. Po, keni qenë. Pastaj edhe në Radio Energy ku gati thoshim djalit që bashkëpunon me ne, djalit audios, Tanin, që e përshëndes, thosha bëu gati se nuk i dihet se çfarë mund ndodh, se ne deri ditët e fundit kemi qenë në radio. Ndërsa Thumbi është një impenjim tjetër që kërkon një lloj tjetër karakteri dhe kur vjen një pikë që ti fillon në dorë, sepse ne kemi bërë dhe gjatë periudhës të shtatzanismit dhe e rikthyem, megjithatë jemi duke punuar për një projekt tjetër, sepse si çdo gjë që evolon, edhe Thumbit i ka ardhur koha që u hën një herë, po një sekondë. Që të evoloj. Dhe përveç kësaj, duke qenë se Thumbi është ashtu siç është në atë natyrën e vet, e ke parasysh se si dukej pastaj kur barku bësh shumë i madh dhe ne që mund të bëni batuta ose të tregoheshim të këqija. E ke parasysh se njerëzit të veshin atë aureolën e mëmësisë, që ti tani je më e mirë se e bën. Edhe e qeshur të këndosh ti. Jo. Është normale. Çfarë po bëni se çfarë evolumimi do ndodhi? E rëndësishme është po, lajmi është që Thumb do rikthehet. Ne jemi më në formë të kur, ka ardhur momenti që të kemi një gjë tonën, e provojmë eksperiencën që të ishim po them analista apo opinioniste në formatet më të rëndësishme televizive. Ndër më të rëndësishme. Dhe patjetër që ishte një eksperiencë shumë e bukur, por mendoj se ka ardhur koha që Fatma dhe Aulona të bëjnë atë që din të bëjnë më mirë, që është Thumbi dhe që kam përshtypjen duhet të presim edhe pak për atë lajmin e madh dhe për finalen e madhe. E rëndësishme është që Thumb do vi dhe
Në verë, jo, sezonin e ri televiziv. Sezonin e ri televiziv. Do të thonë drejtë një ekran, sapo e tha. Ups, tha. Në rregull. Nuk po futem më tej për të nxjerrë emrin e ekranit, se ti e di që këtu edhe mund ta fuash emrin e ekranit. Po, e di, po. Si thonë të rëndësishmit, kemi 2-3 ofertat. Ja, po zgjedhin. Okej, sigurisht që do jetë një sukses më vete, sepse unë e di shumë mirë se çfarë ju të afta të bëni. Në fakt një sukses tjetër imi këtë herë është që të kam ndarë nga dyshja. Po, faleminderit. Ja kam arritur. Faleminderit publikisht. Ja kam arritur, kam ftuar vetëm Fatmën. Mund të jem edhe Fatma pa Ulonën, edhe pse në fakt suksesi ynë edhe po, edhe ajo që na merr seriozisht Fatma. Ajo Ulona. Faleminderit që më ngatrove emrin dhe pse më ke ftuar, s'ka gjë. Gjithë jetën do jetoj me këtë. Ishte me kast. Se mos na ngelet qikë. Jo, nuk kemi kështu problemesh. Madje gëzojmë kur na ndajnë ndonjëherë. Se sidomos tani që edhe për faktin që jemi bërë me fëmijë dhe dalim bashkë para ditëve, sepse më përpara jeta jon ka qenë vetëm ajo profesionale që na lidhte. Tani për fat keq na lidh edhe jeta e përditshme, është një tmerr. S'të shmërzitur akoma? Nuk e di, uroj mos ta kalosh kurrë këtë që po kaloj. Por është një e keqe domosdoshme. Absolutisht. Për çaka unë sigurisht unë e kam thënë edhe në ekranet tjera ku ke qenë ftuar, ku unë kam qenë më përpara që realisht jeni një dyshe vërtet shumë e suksesshme. Fatma, së pari po ndalemi paksa tek emri, se duket pak si old fashion si emër, por njëkohësisht edhe është in këto kohë të fundit, sidomos duke marrë parasysh telenovela turke. Të duket vetja si personazh? Shiqyr që erdhën këto telenovela. Të duket vetja personazh turk? Jo. Mua më duket në fakt vetja tamam personifikimi i emrit, sepse thonë që emri sjell dhe energjinë e tij me vete. Emri im, unë nuk e dija, domethënë mendoja ashtu si ma kishin shpjeguar, ishte shkurtimi ose modernizimi i emrit të gjyshes time, që është Fatime, po mua më lam Fatma, sepse edhe ajo ishte ende gjatë dhe menduan që është gocë, duhet jetë pak më modern dhe më të jetë Fatime. Pikërisht. Por më kanë rritur me këtë idenë që goca e profetit që ishte Fatimeja, ka qenë ajo që ka luftuar për të drejtat e grave dhe ka qenë ndër të parat që i ka shkolluar ato, bënte edhe mësime private dhe unë jam rritur me këtë idenë një femre të pavarur që lufton dhe për femrat e tjera. Dhe në fakt, unë jam goxha feministe. Jo deri në ekstrem, por duke qenë se vi dhe nga një qytet i vogël ku të drejtat e femrave është buke përditshme që shkelen dhe ti i shikon këta shembuj të shëmtuar për fat keq ngadoj që e cyt, e kam pasur dhe qëllim në vetvete që bashkë me rritjen time profesionale pse jo të loboj dhe për çështjen e të drejtave të femrave dhe të jap një shembull unë vet personalisht për identitetin dhe simbolin e një femre të pavarur që mund t'ja dali vetë. Qoftë kjo dhe në botën e televizionit. Ti ja ke dalë vetë. Është e pavarur. Po, unë mund të them. Ti ja ke dalë vetë. Kur them ja kam dalë vetë, them në sensin që ja kam dalë vetë pa mbështetjen e një sponsori. Sepse të thuash ja kam dalë vetë është një alogjizëm për mendimin tim, sepse rrugës kemi patjetër duar që na janë shtrirë, që na i ka sjell fati, që na i ka sjell rasti, që i kemi kërkuar ose janë bërë të gjitha bashkë dhe na kanë ndihmuar. Askush nuk ja del vetë në sensin vetëm unë. Kemi pasur njerëz që na kanë sjell këtu ku kanë qenë situata, kanë qenë momente, kemi pasur fat, kemi punuar ose të gjitha këto energji janë bashkuar bashkë dhe na sjellin në këtë rrugtim të jetës. Kështu që sigurisht që unë kam njerëz që kanë brapa krave që do i falenderoj dhe do jem mirënjohëse gjithë jetën time, patjetër. Po kur them ja kam dalë vetë në sensin që nuk kam bërë kompromise të asnjë lloji dhe që ato pak gjëra që i kam, për fat të mirë i kam falaftësive të mia dhe flesh shumë rahat natën sepse dhe kur bëj këto thumbat e çmendur dhe që ndonjëherë mund të duken agresiv ndaj personazheve, nuk më merr njëri në telefon të më thotë, shikoj se do të publikoj atë videon ose ato mesazhe. Se njëherë nuk të merr njëri në telefon të është merri vërtet të lidhesh me ty në telefon Fatma, këtë ta them unë, është të merri vërtet. Me që përmonde ato gazetarin investigative, pra gazetarin jo investigative, po të guximshme do ta quaja. Po. Si ta erdhi, si lindi? Ti kishe më përpara që bëje televizion, që bëje gazetari, por erdhi një moment që ti u detyrove apo dëshirove apo si lindi ky, le ta quajmë ky katapultimi në këtë dozë pak më të agresive. Unë kështu jam.
Kjo është natyra jote, pra më përpara nuk ke qenë si e ndrojtur. Po, patjetër, dhe nuk gjeta mbështetjen apo mirëkuptimin e njerëzve që kisha rreth e përqark, që mendonin se ndoshta ishte e tepruar dhe ata me të tyre ndoshta nuk donin të guxonin aq shumë sa të përballeshin me një gazetari të guxuar, po them, sepse sigurisht kjo ka dhe pasojat e veta, aq më tepër në një ambient si Shqipëria ku e para nuk ekziston kritika profesioniste dhe ku të gjithë të lajnë të lyejnë për çfarë do lloj budallallëku që ti mund të bësh e mund të nxjerrësh dhe nuk ka guximi njeri që të thotë qoftë dashamirësisht, qoftë profesionalisht. Alban Musa me programin e tij të ri ka 1 2 3 4 defekte dhe ka 1 2 3 të mira, po them. Sigurisht, po. Harrojnë që kjo gjë sjell progres. Nëse ti bën kritik dikujt, ti e ke ndihmuar atë. Unë të paktën kështu e marr. Njerëzit që vinë dhe më tërheqin veshin thonë, "Shiko se këtu duhet më pak." Unë i quaj dashamirës. Gjithmonë në limitet e kritikës. Sigurisht, pa ashtu, sepse ka dhe nga ata që janë normal. Domethënë ti dhe kjo dalja ime duke sigurisht e një lloj sulmi. Dhe sot e kësaj dite ka nga ata njerëz që shfryrje u mon fillim. Mlefi, thonë pse merresh me jetën personale të tjetrit, ndërkohë që është gjëja e vetme që unë nuk bëj, që të merrem me jetën personale të askujt, nuk e kam bërë dhe nuk do e bëj kurrë, që unë të hyj dikujt në derën e shtëpisë apo të merrem me gjëra intime private të atij personazhi. Unë merrem vetëm dhe ekskluzivisht me gjëra publike, me atë që shikoj në ekran, me atë që dëgjoj, me atë që shikoj në rrjetet sociale, dhe patjetër që kam një koment dhe një mendim timin personalisht timin, dhe prandaj kudo që shkoj dhe kudo që jap mendimin tim e jap me emër me mbiemër ose me fytyrë. Po pse me Rovena nuk u fute më thellë se ç'duhet? Nuk u futet më thellë se ç'duhet për shkak? Në çfarë sensi? Jo, domethënë që komentova një klip i cili gjendej në videot erotike të YouTube-it, që vetë flasin për të parën, që ju hollin gjyq. Pikërisht, që vetë Rovena Stefa e kishte bërë tag erotic video në mënyrë që ti kur të futeshe në YouTube të dilte ndër videot e para dhe video mall e Rovena Stefës. Unë nuk kam thënë asnjë gjë më shumë se sa çka qenë aty. Dhe përveç kësaj, kishte bërë dhe tjetër që kishte bërë tag gjithë artistët shqiptarë, që ti nëse kërkoje Llafi bie Dafinën, të dilte edhe Rovena Stefa. Në marketingu. Dhe kjo patjetër dhe është e drejtë e saj, ama më jep dhe mua të drejtën time për ta komentuar. Për ta thënë këtë gjë. Po për klipin e ri mo. Se para do i rrotullim 360 gradësh. Jo, e di çka kam thënë për klipin e ri, thash, e kam bërë dhe status, madje që do më edhe mua në gjyq me këtë që po them ka përshtypjen. Patjetër. Bujrum kur doj. Shiko, megjithatë kam dëgjuar që këto kohë të fundit po i merr më me sportivitet. Shqyr. Kritika dhe ka thënë kur po i merr edhe Bleona. Më në fund e ka kuptuar që dhe kjo është një lloj marketingu, kështu që është marketing. Madje unë them antireklama shpesh është më mirë se sa reklama vet. Është ligj televiziv tashmë në këto kohra që jetojmë. Me që jemi tek personazhet e nisëm me Rovenën, me Bleonën e tjerë. Si ishe personazhet publike shqiptare? Të shtirura, real, si janë? Si është një... Shiko, sidomos kur je brenda botës showbizit që ti i takon nga afër ose je në ambiente të ndryshme. Se unë jam, unë si njoh. Dhe është shumë mirë. Vetëm se do të vi dhe ty një pikë e caktuar që do detyrohem. Po, është një lloj detyrimi këto gjërat e përbashkëta evente që ti duhet të jesh. Jo, i kam pas bërë më përpara hoqa dorë. I kam pas bërë para ca vitesh, i hoqa dorë fare, tani nuk merr më fare, se nuk më pëlqen. Më duket shumë shtirje. Më duket si përgjigja unë pyetjes që të bëra. Jo, e di çfarë është ajo që të detyron në një farë mënyrë që të shkosh në këto sebepe, është i zoti shtëpisë. Që zakonisht, absolutisht, që janë njerëz që ti nuk mund t'i thuash jo, se që ke një lloj dashamirësie, që do t'jesh mirënjohës për faktin që t'ka thirrur dhe nuk mund të mos i shkosh në këto sebepet alla viplëkshe që bën. Dhe aty pastaj ti shikon një, nuk e di, kur dëgjoj të rinj që thonë unë aspiroj që të futem në botën e televizionit sepse kush e di se si e mendojnë, domethënë, dhe ti je aty dhe bisedat që bëhen aty janë të një niveli, nuk di, nuk kam fjalë. Aty ti e kupton që gjithçka është një shtirje e madhe. Po përveç se është një shtirje, thua e kupton ti me këta njerëz punon. Fillon dhe të vjen dhe që keq për veten, me thënë të drejtën. Ti merresh me këta njerëz, ku kjo është ambienti me të cilët ti punon, për fat të keq. Drejtë ta haj, dua unë me këta. Drejtë ta haj dhe vjen një pikë që thua dhe ti lodh dhe kokën me këta njerëz, se mirë që janë këta që janë. Po edhe stresohesh. Edhe se sigurisht vjen një pikë që ti stresohesh, qoftë edhe për të dhënë llogari të tipit pse më ke thënë ti e kam bërë këtë këngën kështu, kush je ti, kush jam unë. Se vazhdojnë këtu, kështu ë? Patjetër. Shikoj, ne kemi
shumë të vështirë kam përshtypjen si popull që të pranojmë kritika, të pranojmë gabime, të bëjmë mea culpa, të dalim dhe them, këtë e bëra gabim, kjo nuk ishte kështu, duhej bërë në këtë formë. Ndërkohë që unë po të them rastin më të fundit, nuk e di se mund ta them këtu apo jo, po ju mund ta prisni nëse si pëlqen. Vazhdo, nuk ka problem, thuaje. Është rasti më flagrant dhe më i pacip dhe më i paturpshëm, i pandërgjeshëm i zotit Martin Leka, kokës të VSH-s, i cili doli në emisionin Opinion dhe tha ajo video që keni parë ju me suedezin, me këngëtarin suedez, është Photoshop. Më fal, fotoja që ai ka hedhur dhe që u bë gjë i madh vajtë shqiptarët e kërcënuar shkretin se kishte vënë këmbët me një leck që nuk di e çishte, e kupton? Sepse në fakt më dolën tem përpara se të vazhdosh të ndërpres vetëm pak. Unë kam një rubrikë në Viral, ti do e shohësh kur të ritransmetohet emisioni, që quhet Kopertina e javës dhe një nga këto ishte pikërisht edhe kjo gjë. Askush nuk kritikoi apo nuk akuzoi ata të cilët ato flamur që pretendohet ta mbajnë larg, e kishin lënë si top leck. E kishin haruar aty dhe del dhe thotë është Photoshop. Ajo është bërë montuar dhe mori dhe shkopin zotëria dhe tha, shiko, kjo palosja nuk ka mundësi logjike, tha, që të bëj këtë palosje sepse kjo duket që është Photoshop, është i vendosur flamuri aty se nuk guxonte suedezi që të hynte në dhomat shqiptare. Ç'është kjo nuk guxonte njerëz, se dhomat në backstage janë gjitha një lloj, njeriu ngatron dhomën, hyn diku, bën një selfie, çfarë rëndësie ka? Për mos të marrë përgjegjësinë përsipër dhe të thoshte që ne harruam flamurin aty, që shqiptarët mos të hidheshin nga ana e tyre. Pikërisht, i rang shkurt thanë është Photoshop. Shqyr ka mësuar Photoshopin në TVSH dhe i duket sikur e përdorin gjithandej. Kjo ishte paturpsia e parë. Paturpsia e dytë ishte kur pranoi me gojën e vet kënga e Elhajda Dani, tha që ishte edhe e parazgjedhur, ta theksojmë, nga Radio Televizion Shqiptar sepse për të fituar, sepse antarët e juris kanë thënë kemi qenë të detyruar që të votojmë këngën e Elhajda Danit diell. Dhe ka qenë në festivalin e RTS-s ka qenë me detyrim të votonin. Absolutisht po, absolutisht po. Kam dëgjuar më parë. E kam dëgjuar. Jo, po e thua të më thonë ke dëgjuar diçka dhe po e Unë kam biseduar me njerëz që kanë qenë antar jurie. E para, e dyta vetë zoti Aldo Shllaku, kompozitori i këngës, ka dalë në një emision dhe është prononcuar, ka thënë unë e dija që do fitoja me këngën diell, por nuk e dija nëse do e këndonte Elhajda Dani apo Elsa Lila. Që do të thotë, ky zotëria ankohet për votime gjeopolitike dhe për shtirje të një festivali siç është Eurovisioni, ndërkohë që gjithë festivalin e tij e ka një shtirje të papar, sepse të tjerët ishin thjesht për numër, nga që e dinin që Elhajda do fitonte që në fillim. Kupton çfarë? Ajo shkreta nxorën në salë, ajo këngëtarja tjetër e vendit dytë. Që ka qenë shëndosh. Linda Halimi. E shkreta u lodhë dhe ajo. Se e bëm pak më shumë dramatike. Edhe ja ky është showbizi. Po ti e di që në këtë tua nuk e përpunuar në njërën të vështu? Po, në faleminderit. Mirë. 10 herë faleminderit që ma dhe 100 herë faleminderit që ma morë. Në rregull, do shkojmë tani tek një tjetër pikë e emisionit, sepse unë gjithmonë në Viral për të ftuarit e mi nxjerr disa foto të Facebookut. Ose të Instagramit. Ose të Instagramit, që nësi ka, nga këto socialet, rrjeteve sociale. Që po bën këtu tani, më falë? E para njerë, si është Kiani? Faleminderit që mirë. Kian. Mos ja vë in në fund. Më falë. Kian. Çfarë e duke bërë këtu? Duke shëtitur? Unë këtu, po, jam 2 javë e gjys pas lindjes dhe është shëtitja jonë e parë me karrocë. Duket lumturia jote në shpirt. Dhe është shumë e bukur. Kanë kaluar 8 muaj e gjys edhe si është ti është mami? Gjëja më fantastike në botë. Ka shumë lodhje, ka shumë punë, por është nuk di. Vetëm kush e ka provuar mund të duket shumë klishe, të gjitha ato që e thon, por kush e ka provuar ma beson dhe e di shumë mirë se ç'a emocioni, ç'a ndjesie, lumturi e papërshkruajtshme. Ti mendon se i ke përjetuar të gjitha gjërat në jetë, po kur bëhesh me fëmijë ti kupton që s'di asgjë, dhe mbi të gjitha që kur vete në darkë për të fjetur gjumë, është shumë bukur kur ti fle pa menduar asnjë nga budalliqet që të ka ndodhur gjatë ditës, sepse nuk ke kohë. Shikon atë mrekullinë që ke bërë dhe futesh atje në atë botë. Absolutisht. Po ke foto këtu e përpara se të lindje? Po, këto janë fotot e Shtazzanis, do të falenderoj shumë Rezarta Shkurtën. Dhe Hera Kompani që na kanë bërë dhuratë këtë set të mrekullueshëm, kam qenë në ditët e fundit këtu të Shtazzanis. Edhe janë shumë të bukura, po. Moj ti e martuar je? Jo, nuk më ka marrë akoma. Më tha do të marrë kur të bësh djale, akoma s'më ka marrë, nuk e di të shpret. Po, pra të shpret, okej, shkojmë të foto radhës. Tu jeni të dyja, po si ka mundësi, po si ka mundësi.
Që të dyja për një herë. Nuk e di. Nuk e kemi bërë me laf. Mos e bët me grafik. Të gjithë thanë e kanë bërë me laf se s'ka mundësi. Se shiko, edhe po të duash ta bësh me laf, nuk e bën. Ishte koincidenca më e bukur dhe më e pabesueshme. Unë isha më e madhe në Shtatzanit, 2 javë para Aulonës dhe ka marrë vesh më vonë që isha Shtatzan. Edhe Aulona ma ka thënë lajmin e para, unë isha emocionuar e egzaltuar, pastaj kur ishte Aulona dhe i bëj vetëm një shikim, ka thënë jo, nuk ka mundësi. Dhe pastaj vazhdon kjo peripecia me gjithë njerëzit që vazhdojmë takojmë sot e kësaj dite, po si ka mundësi. Ja, okej, është koincidencë shumë e bukur. Aulona ka vajzë mos ka po, no? Vajzë. Do të na ke gjetë nusën që tani çunit. Shkojmë te foto radhës. Tu je duke puthur Gabriel Garkon me. Garko. Në fakt është duke më thënë në vesh, ku diun, se spunonte mikrofoni siç më tha aty. Nice. Po le ta shesim se kur më ka puthur. Po ta shesim në këtë formë se në fund fundit e pamartuar je. Nuk po pse mos ta bësh këtë. Okej. Ç'ne që u gjonde ti me Gabriel Garkon? Apo të ftuan për ta po, më morën telefon në fakt një natë para se të bëj eventi. Një natë, po se çu bërë të Shqipëri? Sigurisht. Një natë. Po ti pas ke qenë me fat? Ta thonë edhe brenda ditës. Po. Ti je me fat? Ka nga këto. Dhe më thonë, do vish do prezantosh eventin e Garkos. Kisha dëgjuar, kishte kohë që qarkullonte lajmi, e dija sigurisht ishte diçka fallse në fakt, por ishte vërtet. Them okej, në rregull dhe e bukura ishte që ai që më mori në telefon tha, shiko tha se duhet ta kesh për nder sepse vjen edhe thash, okej, nëse do të flasësh me fansat të Garkos nuk jam unë vi për të punuar dua pagesën time normale. Diskutohet. Po mundoj siç janë gjërat në Shqipëri, po shiko se si duhet se sa vajza ndërojnë, okej, vazhdo me vajzat që ndërojnë këtë gjë. Pikërisht. Ishte një eksperiencë e lezetshme, por zgënjyese. Pse? Le ta themi. Pse? Sepse Garko nuk ishte ai që prisja. Në kuptim. Në gjitha kuptim. Okej. Rregull. Po shkojmë te foto radhës. Tani kjo është brenda Energy Radio, apo jo? Po. Është ajo kamera, se më mor goja dhe mua elbete ndodh. Juaj ku ju sigurisht spionon tani më të martave dhe të premteve. Sa vite bët në Energy? 3 vjet e gjys. Si u duron Julka? Nuk e di. Se di ne presim. Vazhdon të jetë Julka drejtoresh apo jo? Patjetër, bashkë me Andin, presim nga dita në ditë që nga java në javë që të na nxjerrin me shkelma nga radio. Unë jam dëgjuesi i rregullt të emisionit, e ke vënë re kam përshtypjen. Dhe shpesh duket sikur ziheni ti dhe Aulona. Ziheni me vërtet? Nuk duket. Është. Sepse ti po ta dëgjosh debatin, është aq pasionant sa e kuptoj që nuk është një mbaj mendon që jeni zonë aq keq sa është fut Julka në transmetim një herë. E mbaj mendon isha në makinë dhe po thaj ua seriozisht e kanë. Është reale kjo apo jo? Është shumë reale sepse ne kemi pikpamje totalisht të ndryshme nga njëra tjetra. Edhe pse gjejmë gjithmonë një pikë takimi, po i mendojmë gjërat diametralisht shumë ndryshe dhe kam përshtypjen kjo edhe kompenson dyshën tonë, gjërat që se ka muni ka jo. Shef që praparsisht që të ftova vetëm prapse prap, do dalësh atë. Do dalësh, s'ke ç'a bër. Shkojmë te fotoja radhës? Kjo okej, kjo është një foto sigurisht artistike. Po, se ne në fakt kemi bërë shumë foto artistike, more ti Alban. Po ku ti pse jemi kështu si kështu? Ja shqyr bëm të setin. Ja unë këtë edhe atë të Shtatzanis kam unë foto artistike dhe kur e mendoj, se njerëzit s'bëjnë asnjë gjë, asnjë lloj, edhe e shesin imazhin e tyre vetëm me foto artistike, po ta bësh re. Nga ata që bëjnë vetëm foto dhe kaq, edhe ti vendon me veten tënde, po kjo çka bër ose ky? Çka bën në jetën e vet, thua? Jo, po e kam parë kaq shumë thua ti. Po veç asaj. Sepse e shikon pafund në revista kështu në kopertina revistash, lajme të para nëpër gazeta, vetëm për fotot që bën. Tani të japim mundësi. Për ishim të rinj. Fatmën Brune. Të rinj dhe të vegjël dhe të pambrojtur, të pafajshëm. Këtë do të jem 20, 19, jo, 20. 20, po pyet sa jeta 20, 21, 29 më. Më do rajmë me po. Okej, kam foto tjetër. E zgjodha këtë sepse ishte Brune faktikisht edhe nuk është ngjyra ime origjinale. Tani këtu je? Ishe. Jo, do rikthej. Po, do rikthej. Kickbox. Një nga pasionet e mia, unë urrej palestrën. Nuk bëj dot kështu aerobi, fitness, tmerr. Edhe unë. Dhe një dashuri shumë e madhe është pikërisht kickbox. Kur unë e kam provuar, më kanë thënë kur kam takuar profesorin,
sepse kjo pas ka të bëjë dhe me grupin e gjakut dhe me personalitetin, sportet që ti ushtron. Për shembull, nëse je tip dinamik, energjik, nuk mund të luash dot, nuk mund të bësh dot fitness, po them unë, ose kështu aerobik, gjëra që janë me slow motion, do një gjë që shkarkon adrenalin. Dhe kickboxi ishte fiks për mua. Unë mezi po pres tani që ti rikthehem, po patjetër. Kënaqem. Foto Radhës, okay, kjo është një ndër fashetem, një nga gazetë, nuk e di se ku është, po je edhe ti diku. E kam zgjedhur ja ku është. Sipër se nga që të tërheqë. E pra se të na tërhoqë po mund. Jo, në mes. Ç'duam këtu? Po kush është kjo një? Që kam atje, kjo ka qenë. Vera perfekt. Ku je mo? Vajzat e thumbja sipër. Sipër. Vajzat e thumb. A për ditë njerëzve më me influencë në vend ka qenë një deklaratë e Adi Krastës. Në me influencë, okay, Adi Krastës e ka emrin. Në radio show-n e tij, ai kishte po. Se ka dhe radio show? Po, sepse bën një emision. Okej, nisë. Në radio. Nuk e dija, e shef jashtë jam. Se thua pse s'bëj hajër. Pra, shef nuk, ç'të bëjmë, nuk merr me tjerët. Dhe pse e klasifikon veten tënde ti? Na kishte renditur dhe neve, ishte një surprizë shumë e madhe, aq më tepër një konsiderat nga Krasta, që është një idol, ikon e televizionit, nga ata me it madhe, sepse për të gjithë thuhet artist ikon ku diun se çfarë. Jo, duhet filluar të bëjmë diferenca. Por duhet bërë këto kategorizime dhe të jepet gjithsecili titulli që i takon më në fund. Unë të them të drejtën, nuk është se me timen e vë veten, sepse akoma nuk kam arritur tek kurba më e lartë që të jetë ndikimi im kaq i madh në botën e showbizit apo në gazetari në Shqipëri. Se qoftë se kam arritur këtu, i bie që duhet marrë për poshtë pastaj. Kështu që them jam akoma në ngjitje e sipër, megjithatë di të them këtë gjë dhe falenderoj shumë ata njerëz që kanë patur mirësinë që ta pranojnë dhe që ta thonë dhe ta shprehin. Di që vërtet unë dhe Aulona kemi qenë të parat në llojin ton të guximshëm të gazetarisë, ajo që përmende edhe ti. Dhe kjo për këtë më vjen mirë. Si të parat pse janë shtuar? Ka të tjerë të cilët kanë filluar ta bëjnë? Po ti se ke idenë sa dyshe janë krijuar që bën sikur zihen me njëri tjetrin. Po tani më kujtuan ja dy. Po nga këto kështu. Këto të lezetshme. Jam shumë i lumtur që nuk merrem aq në brendësi sepse nuk janë unë kam një alergji patetike ndaj shtirjes. Në televizion, e kam të merë, domethënë, do ta kem edhe nga profesioni, kam përshtypjen. Bofsh hajër. Ja rebi. Fatma, iku koha? Iku. A di si ikën? Mirupafshi. A di si ikën koha në këtë studio? Unë kisha vite, e kam thënë edhe njëri tjetër, kisha vite që nuk më ikte koha kaq kollaj në një emision televiziv. Realisht nuk di. Kështu i thua të gjithëve ti. Do kontrolloj të gjitha intervistat. Po nuk e kam me ty unë. E kam me vetëm time. Po thashë kishte për mua të personal. Jo, e kam në përgjithësi me të tërë, me gjithçka me këtë format televiziv, kështu që unë falenderoj shumë që ishe sot. Faleminderit. Sigurisht që ngelen shumë gjëra të tjera për të thënë sepse realisht jo me kënaqësi më të madhe, por realisht jeni ndër ata personazhe të cilët ja vlen të ftohen në studio dhe të bësh dy parë muhabet si thot populli për kokër të qefit, domethënë edhe për gjithë teleshikuesit. Kështu që faleminderit edhe të bëf të djali sa malet. Mbret, siç ka emrin. Siç ka emrin. Mirë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, dal nga dal kemi arritur në fund, madje do të kem kaluar pak minutazhe do më mbysi programacionin, megjithatë s'ka problem. E përballojmë. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne ditën e sotme në Viral. Më duhet falenderoj sigurisht FC Plusin tek Ring Center për veshjen time të sotme dhe t'ju rikujtoj edhe një herë adresat tona zyrtare të kontaktit, nëse dëshironi na kontaktoni. Virale@njereport.tv emaili zyrtar. Më pas në Facebook na gjeni me Viral Show, në Instagram Viral Show prap dhe në YouTube mund të gjeni gjitha këto emisionet edhe intervistën me Fatmën duke klikuar në kanalin ton Viral Anjereport. Sa shumë kam folur o zot i madh. Jemi javën tjetër, pafshim. Thank you.